ka shumë të tillë si unë në Kosovë, sidomos të rinj të cilët kanë pasur herët apo vonë një ekspozim, qoftë personalisht apo përmes teknologjisë, që mundohen ta rrënjëzojnë në një formë apo tjetër në kulturën tonë. Mundohem të jetoj për brenda saj, mirë po të njëjtën kohë që takojmë shumë me njerëzit të shoh. Unë nuk e vë në dyshim që shpesh herë në njerëzit të cilët rikthehen nga shtetet e tjera në Kosovë për kontributin e tyre, gjenden para një efekti të mini shokut, mirë po është i shëndetshëm. Dhe kur ke njerëz afër të cilët besojnë fort në vizion dhe ke një vizion i cili është konsistent nga i gjithë dinamika edhe trajektoria kudo që je nëpër botë, në momentin kur e sheh veten si qytetar të botës, atëherë shfrytëzon Kosovën dhe shfrytëzon më të mirën e saj, pavarësisht të ndryshimeve. Edhe nëse ka aty këtu ndonjë grop më të madhe rrugëve që ndonë se asnjëherë nuk e gjen në Amerikë, gjithsesi është e bukur. Mendoj që kur je qytetar i botës, gjen të bukurën kudo. Çfarë janë këto fotografi, projektet ndryshme, jeta jote gjatë studimeve? Po, janë copëza të studimeve në për brende të rëndësishme për mua, që padyshim kanë qenë shumë të fuqishme. Dy sipër janë kur ne kemi ndërtuar strategjinë për FIFA-n, që është diçka shumë e bukur. Kemi ndërtu komplet një platformë që FIFA dhe World Cup që do të ndodhë këtë vit në Amerikë të shfrytëzojnë në raport me menaxhimin e qytetit të Boston. Kemi qenë pjesë e një gare ku kemi fituar dhe ka qenë padyshim një moment triumfi, mirë po mbi të gjitha kam qenë një ekip me vajza që kanë qenë nga Brazili, India, Katari dhe Kolumbia, dhe gërshëtimi i gjithë këtyre mendimeve dhe kulturave është më e bukur e asaj. Ndërsa poshtë... Veshin të ndalemi këtu, dhe më thonë, asnjëra nga Amerika, asnjëra nga Bostoni, por për Bostonin keni bërë strategji që do ta shfrytëzoj FIFA. Nuk është surreale kjo? Po, ndonë se është një mini paradoks. E bukur është që unë kam qenë në një shkollë që ka qenë multi-internacionale, dhe ajo ka qenë e bukur e asaj, sepse kemi sjellë. Mirë po, në të njëjtën kohë duhet kuptojmë që shumë qytete, sidomos në aktivitete si FIFA, ato sjellin njerëz nga kultura të ndryshme, e sjellin botën për brenda qytetit, dhe është shumë më mirë që të ketë mendime të ndryshme të nacionaliteteve, kulturave, religioneve, ideve, botkuptimeve të ndryshme, të cilat e hartojnë një koncept, një projekt, një biznes, sepse kjo e mundëson që t'jetë sa më shumë e përputhur me njerëzit, me vizitorët, me turistët që vinë nga cepet të ndryshme të botës. Teknikisht ne I kemi pasur pothuajse shumicën e kontinenteve të botës për brenda ekipit, dhe për neve ka qenë rëndësishme që unë të reflektoj në qoftë se është një kosovar I cili shkon në Boston për FIFA 2026. Urojmë që të shkojmë. Jemi në garë. Po triumfojmë. Të japë edhe një dozë të reflektimit personal, reflektimit kulturor. Duhet të kuptojmë që jetojmë në një botë super globale, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, diversiteti është kudo, dhe është shumë e rëndësishme që grimcat secilit vend të mishërohen, të pranohen edhe të jetësohen në strategji të marketingut, qoftë ajo FIFA, qoftë ajo Google. Faleminderit. Kjo tjetra që vazhdove? Kjo është kur kam qenë host, moderatore e njërës prej diskutimeve të organizuara nga Google Students Club. Është një grup I cili është I orientuar mbi inteligjencën artificiale, teknologjinë dhe kodimin, ndonë se unë nuk jam e fushës teknologjisë domosdoshmërisht, mirë po kemi integrime të teknologjisë me marketing dhe biznes, për cilat janë diskutuar. Podcast dhe ajo që dukem kështu me veshjen e zezë, është njëra nga konferencat që kam qenë pjesë e 91 Life dhe konferencave në MedTech. Kjo ka qenë një dritare shumë e bukur që mua më ka hapur rrugën në raport me punën në marketingun farmaceutik, në marketingun e botës mjekësore, për cilës jemi takuar edhe herën e kaluar. Dhe është një moment emblematik I karrierës në këto vitet e fundit. Dua të flasim për marketingun tani, ato që ti e ke si profesion. I kam disa pyetje. Për shembull, si funksionon? Pse konsumatorët denë produkte që nuk u nevojitën ndonjëherë?
Duhet themi që në narrativën e neuromarketingut, blerja asnjëherë nuk është thjesht një akt ekonomik apo racional.